bashkëshortja e Shpat Kasapit ndan dhimbjen 2 muaj pas humbjes së tij. Kujtimi i Shpatit vazhdon të jetojë në zemrat e familjarëve, miqve dhe fansave, përmes këngëve të tij dhe momenteve të ndjera që la pas. Postimi i bashkëshortes është një dëshmi e fuqisë së dashurisë dhe humbjes, një kujtesë se disa boshull që nuk mbushen dot, por kujtimi dhe dashuria mund të mbeten përjetë. Rikujtojmë që Shpati dhe Selvia janë prindër të një djali, Roelit. Kujtimi i Shpatit vazhdon të jetojë në zemrat e familjarëve, miqve dhe fansave, përmes këngëve të tij dhe momenteve të ndjera që la pas. Postimi i bashkëshortes është një dëshmi e fuqisë së dashurisë dhe humbjes, një kujtesë se disa boshull që nuk mbushen dot, por kujtimi dhe dashuria mund të mbeten përjetë. Rikujtojmë që Shpati dhe Selvia janë prindër të një djali, Roelit. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.